ku ka mbet vetëm edhe 13%, pak se 13% pa një votat, si duket exit pollet janë exit pollet e qefit, edhe nuk janë exit pollet që bazohen më në të vërteta ku ta diune. Me 50.25% për një vetëvendosja, PDK-ja e dyta, LDK-ja e treta me 14 dhe 5.99 AK-ja. 13% janë shumë mujnë me ndryshu dhe pak, por mbetet mu pa, ama ty pas parasysh deri sa vota shkon vetëvendosja, nuk duket që ka me pas ndaj ndryshim enorm, mbetet mu pa. E pojmë edhe një video update kur numëron 98-99%, ama exit pollet dhe sonte e vërtetun që besimi kështu skeptik në ta edhe ky vdish. Do më thonë edhe ata që kanë qenë hajt dhe dikupi besoj, edhe kjo vdish.